Sezoni i dimrit po afrohet dhe bashkë me të vjen edhe nevoja për ngrohje nëpër shtëpi, për të mësuar se si ngrohen qytetarët e Ulqinit gjatë muajve të ftohtë. Televizioni Teuta zhvilloi një anketë me banorët e qytetit. Shumica e të anketuarve u shprehën se ngrohen me rrymë elektrike dhe me kondicioner. Ato thonë se kjo mënyrë është më e lehtë për t'u përdorur, më praktike dhe më e lirë krahasuar me format e tjera të ngrohjes si druri apo pelleti. Disa qytetarë theksuan gjithashtu se kondicionerët janë më të përshtatshëm, pasi mund të përdoren si për ngrohje në dimër, ashtu edhe për ftohje në verë. Megjithatë, një pjesë e tyre shprehën shqetësimin se rritja e çmimeve të energjisë elektrike mund të ndikojë në kostot e ngrohjes gjatë sezonit dimror që po afrohet. Unë zë me struj. Po, besoj na zë me dru. Me dru. Po, unë nuk jetoj to, jetoj në Amerikë, kështu e na s'kam kohë me prej dru. Ma kallaj me struj. Ma mirë është me dru, po kur ma kallaj me struj. Po është treja s'keni qef me prej dru. S'keni qef me qartë thojt, s'keni qef me struj. Qa me bëha grave treja, zdojnë. Kur ma kallaj, në me struj edhe cëtë. Zete, ajri ma i pastër, ma tona krejt, ma mirë me dru. Po kur ma kallaj të është me struj, s'dojnë kërkush kërgja, mo. Me dru është ma mirë me dru. I kam vetëm tonë ata. Drune kam vetëm krejt. Tana i kam vetë, ma tërre, për mu ishë ma kallaj me dru, me struj. Pritojnë me punu. Shka dzejem, me kërgja. Ja, me struj. Pse? E kam ma lirë. Na klimu. Zato što mi je struja najjeftinija i najrealnije trenutno. I najčistije za grad. Uvijek na struju. Uvijek. Jer u mojoj zgradi nema za čvrsta goriva grijanje. Nuk di, tash ka marrë do që nuk di si është ajo punë. Tash të paprovëm këtë dimën e di fton dimë tjetër. Me dru. Se në zetar me dru. Unë në qenë kam qenë për para 35 vjetëve. Tash ka marrë prep. Tash përvon me klimë, ose kena me pa ishë ma mirë me dru me klimë. Me dru. Ishë ma kallaj. Ma lirë. Unë jetaj në Amerikë. Tash ka marrë. Nërë qenë ma mirë ishtë me dru. Me qka mo zemi tira, me dru, se me bo dru, ko pune e po. Unë si jetaj të 50 vjetë nuk jetaj këto. Pre pare me dru, me rrymë edhe me dru. Se janë bërë demela me captu e dru, me pri dru, me kësi punës, për atë mënyrë. Se druja është ma mirë mo zej. Pse rryma, për shamë, në luat rryma, asa e fikë për njëre kishë dhomën ftoft. Me druja ma, edhe mo fikë shparet e ma shumë kohë e ma dzejtë. Nuk ja duhen punën fart. Druja ko punë. Edhe nuk ja duhen fart punën, se dhe mas ta trit hyç. Pavarësisht mënyrës që zgjedhin, qytetarët e Ulqinit thonë se më e rëndësishmja është që shtëpitë të jenë të ngrohta dhe komode gjatë muajve të ftohtë të dimrit, ndërsa temperaturat vazhdojnë të bien, ata shpresojnë që kushtet atmosferike dhe çmimet e energjisë të mos e vështirësojnë shumë këtë periudhë të vitit.